Vatra në krah të liderëve të UÇK-s, procesi gjyqësor në Hag të jetë i drejtë dhe i paanshëm. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra qëndron në krah të liderëve të UÇK-s dhe shpreh besimin e palëkundur në pasërtinë e luftës çlirimtare dhe kërkon që procesi gjyqësor të jetë i drejtë dhe i paanshëm. Kryetari i Vatrës Elmi Berisha deklaroi pas takimit me deputetën e Parlamentit të Kosovës Artan Berhami. Sot pritet një takim të veçantë. Zotin Artan Berhami, deputet Kuvendit të Republikës Kosovës, në takim u diskutua gjerësisht për procesin që zhvillohet në gjykatën speciale në Hag ndaj udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, burrave të lirisë që udhëhoqën një luftë të drejtë për çlirimin e popullit të Kosovës nga një regjim shtypës dhe kriminal. Federata Vatra, si zëri historik institucional i diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara, shpreh besimin e palëkundur në pasërtinë e luftës çlirimtare dhe kërkon që procesi gjyqësor në Hag të jetë i drejtë, i paanshëm dhe të garantojë transparencën që meriton historia jonë kolektive. Vatra qëndron ka liderëve të UÇK-s që sot padrejtisht përmbahen larg ateut me bindjen se drejtësia do të triumfojë se do të vulosë një herë legitimitetin e luftës sonë për liri, deklaroi kryetari i Vatrës Panshqiptare të Amerikës, Dr. Elmi Berisha.